Doni që të flini rahat, ja çfarë duhet të hani në darkë. Ata që kanë probleme me gjumin kanë një aleat të ri. Konsumimi një copë çokolate të zezë para gjumit mund të garantojë një gjumë të qetë. Çokolata ka në përbërje magnez, një mineral esencial që nxit orën biologjike dhe rregullon ritmin zgjim-gjumë. Ky është rezultati që ka dalë nga një studim i Universitetit të Edimburgut. Studiuesit thonë se magnezi ndihmon sistemin tuaj imunitar dhe i bën mirë zemrës. Magnezi gjendet edhe tek peshku, bananet, avokadoja, frutat e thata e të tjerë. E rëndësishme është që ju ta përfshini atë në regjimin tuaj ushqimor për të marrë vlerat më të rëndësishme shëndetësore, të cilat do t'ju duhen për të bërë një gjumë të qetë, si edhe me një cilësi të mirë për të qenë më mirë ditën tjetër dhe për t'u ndjerë më të ri.